ai cili lutet Zotit më pas shpirt për të lashë se është musliman i ligaj. Yes. Të lutë Zotit me të zgjidha të me të jeka të lashë, me të zgjidha të probleme, se sa me lutë Allahun, e ju me lutë Allahun, me ta marrë shpirtin. Pa më që Zotit më shumë. Në parim, kërkimi i vdekjes për të madhe të Zot nuk është i preferuar, anë pse është i lejuar, por i kushtëzuar. Për ata është cekni Imam Bukhari, ka një kapitull atje, një titull, ku njeri shpreson vdekjen, shpresimi i vdekjes, kërkimi i vdekjes, dhe se e hadithin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi thotë, mos ta kërkon as kërkosh vdekjen, po nëse është pa çare, feliqul, nëse pa çare, pra i ka ngushtu fort jeta, o Zot, nëse jeta ime për mua është hajër, me bën të jetoj. Ndërsa nëse vdekja ime për mua është hajër, atëherë më merr shpirt. Pra kushtëzuar. E jo me këmbgul, Zot merr më shpirtin, Zot më merr shpirtin, Zot më merr shpirtin, nuk bën ashtu më lut. Sepse Zoti din kur ta merr shpirtin, dhe din pse po të lën. Je kam të lashe, anë den të lashe dhe sprova ngritet trupi. Të në dynja je. Apo e din që je në dynjat. Je në vendin, në kohën, në botën e të lasheve. Po tjetë kanë ma pak, po dhe që ka dhe tjetë që kanë ma shumë se ti. Ka që kanë ma pak se ti, ka që kanë ma shumë se ti. Sia se para se mrama, se para se mrami. Të lashet e spastrojnë robin, e filtrojnë robin, e qirojnë, e pijekin robin, e pijekin, e forcojnë, e ngritin, avancojnë. Tani ko ka të keq këtu? Këto nuk e të natë mira. Robi cili është sprovuar me të lashe, nuk është i njëjtë me atë që është pa të lashe, kjo është me i pjekur. Kjo është me i matun, është me i kujdesshëm. Din më gjinë para sfidave që bëllafacion të arme me to. Pastaj është shtu sabri, është forcu, dhe si rrjedhë është forcu në din, është ngritë Allahu. Dhe çfarë do sfide tjetër, më lehtë të përballon. Arrin në mësot të tjetë me konë shambë dhe mose për të tjertë, qoftë në pleshni. Krejt kjo, duke mëse të sekur të mirat, apo mëse harruar të mirat, që ka në heret të Zotë e të kofshin falë. Kur robi me sprova arrin, në një dërejgje një shkallë, sa që esën të shka në hadith pejgamber salsën, jem shjele ardë, o lejse fi i khatije, esën të dhe asin gjëna së të kanë te. Asin gjëna nuk është në te. Pra është, i fshin gjëna të tanat. Imaginët, i ngritë Allahu lartë në rejgje. Ditën e kiametit pastaj, ku del para Zotit, shpërblim të madh, shpërblim në madh, shkak sprova që ka pas, ka thët, o Zot, po të kështë që njëta jam këtë sprova. Pjesë e sajna gjithashtu, a nuk është turp marrë për Zotit, që robi tjetë ka që ligë, e mos ta dëroj, mos e dëroj të lashët e dynjas. Marrë, të ka që Zotit dëroj. Ama shumë pa atom një të lasha pejgamber të Zotit. Por asnjë prej tyre nuk kërkoi Zot merr ma shpirtin, mos e kam shumë të lashe. Asnjë. Andaj, e shoh se në fund nëse përmbledh krejt kuptimet e sprovave dhe studion analizon nga të gjitha kandet, e shoh se është hajër për Europën. E tani ndalim të një hadith tjetër
ku punë të muslimanit janë hajrë për të krejt. Të mira dhe të këqijat, hajri dhe sherri, që ati duket sherr. Dhe se Allahu e bën për robën atë që është më mirë për te. Gjithër më mirë për te, edhe nëse robët i duket në sytë tina që nuk është e mirë.